Elbasani, një nga qytetet më të populluara në Shqipëri, ka disa pika të rrezikshme që cënojnë sigurinë e qytetarëve në lëvizje. Specialistët e sigurisë rrugore theksojnë se ka probleme të mëdha që kërkojnë vëmendje të menjëhershme nga autoritetet lokale dhe projektuesit e infrastrukturës. Një nga pikat më të rrezikshme sipas ekspertëve janë vijat e bardha që shtrihen përmes karburanteve dhe stacioneve të autobusëve. Siç shpjegon specialisti i sigurisë rrugore Alim Lulaj, vijat e bardha janë të paqarta duke krijuar mundësi për konfuzion dhe aksidente. Në Elbasan ka ca pika shumë të rrezikshme, në qytet Elbasani. Ja, ku jemi ne këtu, kalo tek karburanti këtu. Ke vendkalim këmbësorësh në karburant, të bërë me vizime, ëh? Do më thonë, ja detyron këmbësorën të hyjnë në karburant. Dhe mata në karburantit, vendkalim këmbësorë para stacionit të autobusit. Para stacionit të autobusit vendkalim këmbësorësh, e mendon çdo thotë që këmbësori kur zbret nga autobusi kalon para autobusit. Vjen makinat parakalojnë dhe këmbësorët ja fusin vrapit aty. Një pikë që shumë e rrezikshme këtu. Është vendkalimi më poshtë, po duan ta bëj bashkia. Është më poshtë vendkalimi. Duhet ta bëj më poshtë. Shko te universiteti, te dalja e rrugës që del te universiteti, lart, rruga që shkon që i themi ne nga rrotonte një majt deri lart. Stacioni i autobusit në kryqëzim. Në kryqëzim. Shoferat nuk do presin autobusin tike, shoferat do vënë punë. Do parakalojnë në një pozicion shumë të rrezikshëm. Do them dy pika që kanë korrigjim ka, s'po stacioni autobusit më poshtë, kam pyet njërin më tha mos na lë privati. Do me thonë, i thash pse se korrigjoni, një këshilltar bashkie. S'na lë privati, i tha ta s'postojmë stacionit. Privati nuk lë stacioni autobusit bëhet më poshtë. Një tjetër aspekt shqetësues sipas zotit Lulaj janë senset e ndara me beton, duke sfiduar projektuesin e tyre se në asnjë vend të botës nuk gjen rrugë të tilla, duke bërë të vështirë kalimin e mjeteve të zjarrfiksës dhe ambulancës, veçanërisht në orët e pikut. Jap një argument tjetër, le ta dëgjojnë gjithë qytetarët që jetojnë këtu. Çfarë zgjidhje është ky betoni këtu te rruga poshtë? E dini që kur vikin ambulancat me urgjencë kalojnë mbi beton? Kalojnë mbi beton, hypin mbi beton, sepse çka ka bërë bashkia? Korsin e lëvizjes e ka bërë parkim. Korsin e lëvizjes e ka bërë parkim. Ishte shumë mirë ashtu siç ishte me dy vija të vazhduara, që ndalonte parakalimin e ndryshimin e sensit, por ama nuk krijonte rrezik. Se çfarë arkitekti ka qenë ai që ka bërë, po e gjetën në rruzullin toksor, një rrugë si kjo, hajde më thoni ti gënjeke. Kthehet vetura, do të bëj 2 herë para mbrapa që kthehet vetura. Ishte për bukuri rruga, siç ishte. Siç ishte për bukuri. Pse e kanë bërë këtë zgjidhje, din ata që e kanë bërë. Një apel urgjent drejtohet për autoritetet lokale dhe institucionet përgjegjëse për të riparuar këto defekte, duke u siguruar që infrastruktura e qytetit jetë më e sigurt për të gjithë ata që e përdorin.